feel alive. Mama said, keep your soul, even when the world turns cold. Now we dance through the flames, turning pressure into fame. Golden hearts, golden nights, million singing, same vibe. If you got a dream, don't hide. Miss your moment to ignite. One chance, one sky, one moment in our life. We go, dale, dale, let's go. Dale, 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 one life, one time. If you feel the dream, let it fly. Dale, dale, let's go. Dale, dale, let's go. You from the day you were born here in this place, you belong. You've been this brave all along. What broke you once made you strong. Open roads begin to glow. City drums reply below. Every flag starts to sway. Brave hearts rising on the day. Bring bright colors to Gerta Sako, zonja dhe zotrin, dhe mirë se keni ardhur në Miss Lushnja 2026. Është një vit kur bota merr formën e një topi futbolli. Andaj në vigjilje të Kupës së Botës, vendosëm që t'ju prezantojmë këtë skuadër kaq të bukur, të veshur hishëm nga kostume futbolli.al dhe nga shoqata e arbitrave shqiptar të futbollit. Dhe u kënaqët goca? Si është atmosfera? Shumë bukur. Ato duhet largohen në fakt, sepse duhet bën gati për sfilatat e tjera. Unë duhet zbatoj rregullorin e futbollit. Kartonin kuq, mund të dini jashtë, ju mund t'i përcjellni me një duar trokitje. Jemi në edicionin e 6 të Miss Lushnjës, që për të dytin vit radhazi bëhet në këtë vend historik jo vetëm për Lushnjën, por edhe për Shqipërinë. Dhe nën kujdesin edhe për kushtimin e dy njerëzve pasionant dhe të palodhur si Luan edhe Valbona Manahasa. Faleminderit sepse meriton një duar trokitje për këtë që bëjnë për këtë qytet. E në fakt qyteti i Kongresit e ka pikë të fortë bukurinë, mjafton të përmend dy ikona të kinematografisë shqiptare, e madhja Margarita Xhepa apo e ëmbla Pavlina Mani, apo e shumë bukuroshe të tjera që në pjesë e ekranit shqiptar dhe jo vetëm, apo të përmend edhe faktin që më e bukura e Shqipërisë e vitit 2024 ka dalë pikërisht nga ky konkurs bukurie. E ndërkohë, ne do të vazhdojmë me spektaklin, sepse jemi në prag për të shpallur më të bukurën e vitit 2026. Dhe sigurisht që Lushnja sot do t'jetë në fest, dhe festa nuk ka kuptim pa muzikë. Kështu që unë dua të ftoj menjëherë të ftuarin e parë të kësaj mbrëmje. Zonja dhe zotrin, Klinti Çollaku.
Fjalët u trembën nga ne. Pyes vetëm zgjenjë pse. Për ty të vuaj s'ja vlen. Më nuk jam, mos më qel. Shko e kokën ose kthe. Që nga sot nuk më ke. Isha oqean. Ljubi kuj se ka. Ti e tha me krejt. Ti kur më thoje për jet. Tani betën shkret. Ti kur më thoje për jet. Tani betën shkret. Edhe pse q'jam me pendim, mbylli dyert shpirtin. Trupi më dridhet për te. Mos më fol, mos më prek. Shko e kokën ose kthe. Që nga sot nuk më ke. Isha oqean. Ljubi kuj se ka. Ti e tha me krejt. Ti kur më thoje për jet. Tani betën Ti kur më thoje për jet. Tani betën Kam kënaqësinë tani në këtë momente që të prezantoj anëtarët e nderuar të jurisë. Sigurisht që organizatorët janë kujdesur për të zgjedhur personalitete të fushave të ndryshme, të cilët kanë barrën e rënd për të dhënë çmimet kryesore sigurisht, por edhe shumë çmime të tjera të rëndësishme. Kam kënaqësinë të prezantoj në cilësinë e kryetarit të jurisë Filip Çakuli, gazetar, producentin e njohur. Zonjën Erisel Dasefa, kryetare e Bashkisë Lusht, që dua dhe ta falenderoj për mbështetjen speciale të bashkisë për organizimin dhe realizimin e Miss Lushnja 2026. Artan Gjermeni, avokat, përshëndetje, mirë se erdhët. Kiduina Zaka, deputete e Kuvendit të Shqipërisë. Arta Dhamo, drejtore zyrës arsimore Lushnjë. Ilir Demalia, gazetar analist. Enkelida Hoxha, notere, antare e Këshillit Drejtues të Dhomës Kombëtare të Noterëve. Sa të gjatë keni? Jackie Cheng është një biznesmen edhe një mik i shqiptarëve që vjen nga Hong Kongu. Evisi Noimeri është pedagoge dhe përfaqësuese e New Generation, që i ka bërë vajzat kaq të bukura, por edhe mua. Faleminderit.
Mitroqela, gazetar, kush nuk e njeh penën e artë të Mitroqelës, dhe Teni Vllaçaj, drejtor i Miss Univers Albania dhe Kosovë. Mirë se erdhe. Sigurisht që kanë punë të vështirë dhe duhet të shohin, pas pak vajzat do të vinë në sfilatën e tyre të dytë, por gjatë kohës së përgatitjeve ato kanë pasur mundësi të edhe të kalojnë kohë të bukura, kanë vizituar biznese, kanë takuar kryetaren e bashkisë, kështu që unë juftoj në këtë momente të ndjekim një videoklip me të gjithë aktivitetet e vajzave në përgatitjen e Miss Lushja 2026. I've battled demons that won't let me sleep. Called to the sea, but she abandoned me. But I won't ever give up, no.
Mikpritja e Lushnjës ishte vërtet spektakolare dhe dua t'i falenderoj shumë. E ndërkohë, vajza do të vinë në një sfilat tjetër, kështu dua të tërheq vëmendjen e jurisë, sepse duhet të shpallim 2 çmime vërtet shumë të rëndësishme direkt pas sfilatës. Ato do të vinë me një look Barbie kësaj here, të realizuar nga Geraldina Spoza. Vinë me surprizën e tyre, bukuroshet e Miss Lushnja 2026. So deep in your eyes, I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling and my pride is the one to blame. Cause I know I don't understand just how your love can do it, no one else can. Got me looking so crazy right now. Your love got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Your touch got me looking so crazy right now. Got me hoping you page me right now. Got me hoping you save me right now. Looking so crazy, your love got me looking so crazy, your love. When I talk to my friends so quietly, who we think he is? Look at what you did to me. Fitted shoes don't even need to buy a new dress. If you ain't there, ain't nobody else to impress. It's the way that you know what I thought I knew. It's the beat that my heart gets when I'm with you. But I still don't understand just how you look and do what no one else can. Got me looking so crazy right now. Your love's got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Your touch got me looking so crazy right now. Got me hoping you page me right now. Your kiss got me hoping you save me right now. Looking so crazy, your love's got me looking so crazy, your love. I'm looking so crazy, your love's got me looking so crazy, your love. Young Hov, y'all know when the flow is loco. Young B and the ROC. OG, big homie, the one and only. Stick bony, but the pockets is fat like Tony. Soprano, the rock handle like Ben X2. I shake phonies, man, you can't get next to. The genuine article, I do not sing though. I sling though, if anything, I bling yo. Star like Ringo, war like a Greensboro wreck. Crazy, bring your whole set. Jay-Z in the range, crazy in the range. They can't figure him out, they like, hey, is he insane? Yes, sir, I'm cut from a different cloth. My texture is the best firm chinchilla. I've been iller than chain smokers. How do you think I got the name over? I've been realer, the game's over. Fall back young, ever since I made the change over to platinum, the game's been a rap one. Got me looking so crazy, my baby. I'm not myself lately. I'm foolish, I don't do this. I've been playing myself, baby. I don't care, 'cause your love's got the best of me, and baby you're making a fool of me. You got me sprung and I don't care who sees, 'cause baby you got me so crazy, baby. Got me looking so crazy right now. Your love's got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Your touch got me looking so crazy right now. Got me hoping you page me right now. Your kiss got me hoping you save me right now. Looking so crazy, your love's got me looking so crazy, your love. Got me looking so crazy right now. Your love's got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Your touch got me looking so crazy right now. Got me hoping you page me right now. Your kiss got me hoping you save me right now. Looking so crazy, your love's got me looking so crazy, your love. Children growing, women producing, men go working, some do stealing. Everyone's got to make a living. Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny from the block. Used to have a little, now I have a lot. No matter where I go, I know where I came from. Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny from the block. Used to have a little, now I have a lot. No matter where I go, I know where I came from. From In Living Color to movie scripts to all the 6 to J-Lo to this headline clips. I stay grounded as the amounts roll in. I'm real, I thought I told ya.
it is what you see. Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny from the block. Used to have a little, now I have a lot. No matter where I go, I know where I came from. Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny from the block. Used to have a little, now I have a lot. No matter where I go, I know where I came from. I'm down to earth like this, rocking this business. I've grown up so much, I'm in control and loving it. Rumors got me laughing, kid. I love my life and my public. Put God first and can't forget to stay real. To me, it's like breathing. Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny from the block. Used to have a little, now I have a lot. No matter where I go, I know where I came from. Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny from the block. Used to have a little, now I have a lot. No matter where I go, I know where I came from. I just find myself still loving you. You're all that we get. I find myself still loving you. But I think we need to take the time to get right. I never give up on the good thing. I never give up on the love we had. Baby, we just need to take it slow. Alright, now bring it back. Fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny from the block. Used to have a little, now I have a lot. No matter where I go, I know where I came from. Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny from the block. Used to have a little, now I have a lot. No matter where I go, I know where I came from. Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny from the block. Used to have a little, now I have a lot. No matter where I go, I know where I came from. Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny from the block. Used to have a little, now I have a lot. No matter where I go, I know where I came from. Yeah, little mama, you looking good. I see you wanna play with a player from the hood. Come holler at me, you got it like that. Big Snoop Dogg with the lead pussycat. I show you how I go down. Yeah, I wanna throw that. Me and you one-on-one, treat it like a showdown. You look at me and I look at you. I'm reaching for your shirt, what you want me to do? I'm telling you to loosen up my buttons, baby, but you keep running. Saying what you gon' do to me, but I ain't seen nothing. I'm telling you to loosen up my buttons, baby, but you keep running. Saying what you gon' do to me, but I ain't seen nothing. Typical and hardly the type I fall for. I like when the physical don't leave me asking for more. I'm a sexy mama, just how to get what I wanna. Wanna do is spring this on ya. Couple the things that I told ya. You've been saying all the right things all night long, but I can't seem to get you over here to help take this off, baby.
what you gon' do to me. But I ain't seen nothing. Now you can get what you want, but I need what I need. Now let me tell you what's cracking like before I proceed. I'ma show you where to put it at. PCD on me, yeah, I thought I saw a pussycat. Now roll with the big dog, all 6 of y'all on me. Now tell me how I feel, baby doll. Ashley, Nicole, Carmi, Jessica, Kimberly, Melody, you telling me? Listen up. Yeah, I can't take this. I'm telling you to loosen up my buttons, baby, but you keep frontin', saying what you gon' do to me. But I ain't seen nothing. I'm telling you to loosen up my buttons, baby, but you keep frontin', saying what you gon' do to me. But I ain't seen nothing. I'm telling you to loosen up my buttons, baby, but you keep frontin', saying what you gon' do to me. But I ain't seen nothing. I'm telling you to loosen up my buttons, baby, but you keep frontin', saying what you gon' do to me. But I ain't seen nothing. S'di pse ma lanë dhe mua muzikën bëja dhe unë një sfilat, për më tepër që këtë fustan ma ka qej për një artiste talentuar pikërisht nga Lushnja, Ledi Saraçi. Dhe jemi në momentin që do shpallim 2 çmime shumë të rëndësishme, Miss Fotogenia, Miss Inteligjenca, por edhe 3 bursa që do t'jepen, janë 3 bursa studime në New Generation, që do t'jepen nga organizata të ndryshme. Por e nisim me Miss Fotogenin, që është një titull shumë i rëndësishëm, duhet thënë. Dhe ftoj për këtë zonjën Evi Sinoimeri, antaren tonë të juris, e cila do të shpall edhe Miss Fotogenia, por do të shpall edhe bursat. Mirëmbrëma të gjithëve, kënaqësi që jam më sonte këtu me ju. Të të ndihmojon më mirë? Të parin more zarfin, Po zarfin, ky do shpallet, fillim se ky është i rëndësishëm, pastaj do japim edhe bursa. Patjetër. Do ta lexosh ti? Pa problem. Miss Fotogenia, Nigrida Dina. Numri 2, Nigrida Dine. Është Miss Fotogenia 2026. Tani duhet të ndihmoj pak e vis, sepse duhet t'i vendosësh fashën dhe t'i dhurosh tufën me lule Nigridës, që është Miss Fotogenia e vitit 2026. Se. Me sa duket Nigrida sytë e bukura pas kanë rënë në sy. Po sfilat, 3 hapa, po të marrësh vëmendjen tënde. Urime, po më një duar trokitje, gjithë këtë vajzë e bukur. Faleminderit Nigrida, mund të shkosh në vendin tënd, urime. Edhe shpresoj të sjell fat. Kemi bursa. Ma jep mikrofonin ta mbaj unë, Qendra. se ju s'dini nga Qendra mikrofonat. multifunksionale, New Generation, ka kënaqësinë të ofroj në eventin Miss Lushnja 2026 një bursë studimesh 6 muajore për një nga programet e formimit profesional në fushën e estetikës, make-upit dhe nail art, me qëllimin e zhvillimit të mëtejshëm personal dhe profesional, kurset ofrohen në ambientes e qendrës multifunksionale në New Generation, të cilët ja afrojmë konkurrentes Sara Andreka. Sara Andreka fiton një bursë. Urime. Do të më japësh dorën. Urime. Vazhdoj me bursën e dytë. Gjithashtu, shoqata Shpat i jep bursë konkurrentes Stacy Gjoni. Po e kemi Stacy? Stacy, urime. Suksese. Vetë kështu, ja. Kanë emocione, duhet i kuptojmë. Urime. Kemi dhe një bursë tjetër. Po e vis? Gjithashtu, Fondacioni Arben Tafaj i jep bursë për të vazhduar studimet në qendrën multifunksionale New Generation Nigrida Dine. Nigrida, Miss Fotogenia merr edhe një bursë për në New Generation. Urime zemra, që nga dita jote me fat sot, shohim se si do shkoj deri në fund.
Suksese vajzave dhe jeni të mirëpritura. Faleminderit shumë Evis, më ndihmo me këtë zarfe se do ngatrohen pastaj, do lexoj të njëjtin numër. Dhe do të shkojmë tek Miss Inteligenca. Miss Inteligenca nuk është një çmim që jepet nga juria, jepet një çmim duke kaluar një test inteligjencë vajzat, sepse Universiteti Evropian i Tiranës dhuron një bursë 3 vjeçare bachelor për Miss Inteligencë, një mundësi shumë e mirë i dhënë nga ky universitet dhe unë për të dhënë këtë çmim shumë të rëndësishëm do të ftoj zonjën Arta Adamo, drejtoreshën e zyrës arsimore Lushnja. Universiteti ja ka deleguar asaj emrin e vajzës që do të fitoj bursën e studimet. Shpresojmë të shohim kush do të jetë më inteligjentja, më e përzgjedhura, nxënësja më e mirë. Mirëmbrëma Trita. Kam kënaqësinë që ja jap vajzës me numri 6, Liona Dhani. Liona Dhani, Miss Inteligenca. Të ndihmoj? Okej. Edhe tufa me lule që dhurohet nga zonja Adamo. Miss Inteligenca 2026, numri 6, Liona, urime edhe për bursën 3 vjeçare bachelor. Di që je me një mesatare shumë të lartë, apo jo? Urime. Faleminderit zonja Adamo. Faleminderit juve, gjej rastin të falenderoj Universitetin Evropian të Tiranës për mundësinë e shkëlqyer që i dha vajzës. Suksese. Do të shkojmë në një perl të muzikës ndërkombëtare, O Sole Mio, të gjithë besoj e njihni, sa herë e dëgjojmë të jep një lloj frymarrje jetësore. Dhe sot do të vi për kënaqësinë tuaj nga një këngëtar lushnjar që e sjell me ëmbëlsinë e tenorit, por duke shkelur edhe skenat e Athinës në vendin në fshin Greqi. Sot e sjell për vendinën dhe për duartrokitjet tuaja. Ftoj në skenë Andrea Nasto. Che bella cosa una giornata al sole, l'aria serena dopo la tempesta, per l'aria fresca pareggia una festa. Che bella cosa una giornata al sole, ma non tu sole più bello in me, oh sole mio, stai fronte a te. Stai fronte a te. Quando fa notte, o sole se ne scende, me viene quasi una malinconia. Sotto finestra tu resta via. Quando fa notte, o sole se ne scende, ma non tu sole più bello in me, oh sole mio, stai fronte a te. Oh sole mio, stai fronte a te, stai fronte a te.
Faleminderit Andrea, faleminderit për atmosferën që na solle. E me që jemi në një mbrëmje lushnjare, e kemi për nder që të sjellim në vëmendje edhe emra pikërisht nga ky qytet që japin nder edhe privilegjin për të bërë Shqipëria e njohur jo vetëm në të gjithë botën, dhe njëri prej tyre është neurokirurgu që jeton në Shtetet Bashkuara të Amerikës, Gentian Toshkëzi, i cili është shpallur edhe neurokirurgu më i mirë në Shtetet Bashkuara të Amerikës në vitin 2020. Ai sigurisht nuk mund të jetë i pranishëm sonte, por na ka dërguar një përshëndetje. Përshëndetje Lushnja, përshëndetje Ygerta, Luan, të gjitha vajzat që merrni pjesë në këtë event kaq të madh. Përshëndetje të gjithë bashkëqytetarët e mi lushnjar, kudo ku janë. Ju falenderoj nga zemra për ftesën që më bët për të qenë pjesë e këtij eventi kaq të madh për qytetin tonë. Qyteti i Lushnjës, një qytet me tradita, ka nxjerrë emra të shquar që kanë ndritur Shqipërinë. E Madhja Vaqezela, Ilia Shyti, Margarita Xhepa, Visar Zhiti, Vat Koreshi, e sa të tjerë. Sot, qyteti jonë sjell vajzën më të bukur. Unë ju uroj të gjitha vajzave suksese në këtë event, të kenë suksese kudo në jetë. Ju uroj të gjithë lushnjarët kudo ku janë, të kenë shëndet, fat dhe mbarësi, dhe ju përqafoj të gjithëve. Miru takofshëm. Përshëndesim Gentianin, sigurisht që do ta shoh pak orë më vonë, se kemi edhe problemin e orarit. Gjithatë do të qëndrojmë tek artistët lushnjarë dhe do të vijë një artist i ri, por shumë i talentuar, i cili do të sjellë një tjetër atmosferë edhe për të nderuar pak edhe artistët e qytetit. Dario Zela. Me di, ajo, me vete qa po menoj dhe pse se di, ajo, vetëm sonte nuk koloj e kur ta di, ajo, shto menim ja konfuzoj dhe pse se di, ajo, shkur të shqip, kur e me ty nuk kam limita, a do me di, venin e kete krate mia. Bukur po se ti sonte po mu kurios po mboshia, oshia. Ja. Pak obsesive, kam ush galerim, plot fotot mija, i vet mi, Zon pak, she wants more, e po m'lutet nesër mos shko, nesër mos më pyti amdo, ku me di, ajo, e vete qa po menoj dhe pse se di, ajo, vetëm sonte nuk koloj e kur ta di, ajo, shto menim ja konfuzoj dhe pse se di, ajo. Mlejt mu lak se bo dot, edhe një natë të mdo, ti e din që me bo, ti e din që me bo, malkon veten që m'ka njo, veç me mu bore të do, se ti që me bo, ti e din që me bo, bukur po këse ti sonte po mu kurios po mboshia, po mu kurios shumë po mboshia, po mu kurios shumë po mboshia. Pak obsesive kam ush galerim, plot fotot mija, i vet mi, Nëse e vet, i din që me bo, i din që me bo, nëse e vet, i din që me bo, i din që me bo. Ku me di, ajo, e vete qa po menoj dhe pse se di, ajo, vetëm sonte nuk koloj e kur ta di, ajo, shto menim ja konfuzoj dhe pse se di, ajo. Faleminderit Dario. Ne do të vazhdojmë me një tjetër sfilat. Vjen sfilata me bikini tani, kështu që e di që mezi e prisni, por më përpara unë dua të falenderoj sponsorët, sepse të
realizosh një spektakël të tillë, sigurisht që do mbështetje, do miq, mbi të gjitha, dhe patjetër një falënderim shkon për gjithë ata që e kanë mbështetur këtë spektakël dhe Luanin dhe Valbonën në misionin e tyre. Duke filluar nga Bashkia Lushnja, edhe në kujdesin e veçantë të kryetares, zonjës Sefa, Argjendari Vasili, Billa, Ardenica Restorant, BBQ Art, Uj Kondi, Villa Metçela, Trinity Bar Karaoke, Autoshkolla Sinani, Teknofon.al dhe Luna Park. Faleminderit shumë për mbështetjen. E si që tash do të shkojmë tek sfilata me bikini, ato të ndrojnë komplet look, do të jenë me një look veror. Bikinit janë realizuar dhe janë siguruar nga Chiara Tito Brand, që është një emër i njohur i Lushnjës, dhe e përshëndesim. Dhe do të sfilojmë për 2 çmime të tjera shumë të rëndësishme, që janë Miss Bikini dhe Miss Eleganza. Le të ftojmë bukuroshet tona në skenë.
مو عادي يلا حبيبي والله حبيبي. Vajzat janë gati për dy çmime të tjera shumë të rëndësishme, që janë Miss Bikini dhe Miss Eleganca. Kështu që do ta nisim menjëherë me dhënien e këtyre çmimeve. Për të dhënë fashën e Miss Bikinit, do të ftoj zotin Jackie Cheng, mikun e shqiptarëve që vjen nga Hong Kongu. Ku të dalim ne tani? Po dalim pak këtu. Sie, Lucia, shumë mirë. Faleminderit. Miss Bikini e fiton. Lambalaj. Bye-bye. Numri 9. Pipa. Pipa. Urime. Fashën që ja vendos zoti Jackie Cheng. Microphone. Thank you. Urime, Miss Bikini 2026. E ndërkohë që zëvendin e saj, Miss Bikini këtij viti do të japim edhe çmimin Miss Eleganca. Këtë çmim do ta jap zonja Enkeleda Hoxha. Ka qenë elegante dikur, ajo është elegante edhe sot. Mirë mbrëma të gjithëve. Unë jam vajzë lushnjare që deri në moshën 18 vjeç jam rritur dhe edukuar këtu dhe rikthehem për të dytin vit si pjesë e jurisë Miss Lushnja dhe për këtë dua të falenderoj dy miqtë e mi të vjetër, Valbonën dhe Luanin, të cilët bën të mundur që unë të jem këtu sot. Falenderit për ftesën, sigurisht që do ta pranoja me shumë kënaqësi biles. Dhe dua të falenderoj gjithashtu të gjithë pjesëmarrësit, organizatorët, vajzat dhe ju uroj sukseset më të eshme. Më lejoni sot tani të shpall një çmim special. Miss Eleganca. Po. Miss Eleganca i edicionit të 6 të Miss Lushnja 2026 është numri 3 Alesia. Po, do të ndihmoj unë. Po. Urime, Alesia. Faleminderit. Miss Eleganca e vitit 2026, shpresoj të sjell të patë edhe ty ky çmim. Goca, do largoheni ju si thoni, apo do rini me mua? Do largoheni. Mirë, mund të shkoni mbrapa, sepse keni dhe sfilatën e fundit shumë të rëndësishme, është sfilata ku do të shpallet edhe shoqërueset dhe Miss Lushnja 2026. Doni të rinit. Largoheni se kam kartonin e kuq. I përteti me një dorë trokitje, kam shumë emocion, Janë të reja, nuk jam mësuar në skenën, dhe është mos e normale. Ka një moment që bën historinë dhe ti ngre një kom të tërë në këmbë. Jo gjithkush e ka fatin dhe forcën që ta bëj këtë gjë. Ai ka shkëlqyer kohë pas kohe, por kulmin dhe tërmetin e shkaktoi në mes të Beogradit. Veneson të ri manaj. Përshëndetje ri. E di që nuk është mirë, ka patur një fatkeqësi dhe unë nuk dua ta ngacmoj, edhe pse do doja të të bëja 2-3 pyetje, por faleminderit shumë për prezencën. E përqendruar tek atmosfera kuqezi, është një këngëtar që e ka në të gjithë këngët e tij pikërisht këtë atmosferë. Madje edhe në stadium kur këndohet himni është pikërisht me zërin e tij. Zonja dhe zotrin Kastriot Tusha.
është nritaj diell dhe burimi këngët lugjeve mi përcjell. Hej, fort po ngrohaj diell, edhe trimat në përmend mi sjell, mi përkthej. Nga ky diell i kosime shtrisi shekujt lagime dhe na ganti shqiptarit zjar flakëron. O, ku ka si ti o Shqipëria ime, o, fisikja për mikur, rjedh në këngë ligjërime, vallë në me flamur. O, ku ka si ti o Shqipëria ime, o, fisikja për mikur, rjedh në këngë ligjërime, vallë në me flamur. Hej, fort po bjen ajten dhe lahuta tingujt mi qon lart, mi përcjell. Hej, flak po nxjerr ajten edhe trimat më përmend mi sjell, po mi sjell. Nga ky vllai tokësime flasin shekujt me gjëmime, edhe krisma e shqiptarit rreth, pres më pres. O, ku ka si ti o Shqipëria ime, o, fisikja për mikur, rjedh në këngë ligjërime, vallë në me flamur. O, ku ka si ti o Shqipëria ime, o, fisikja për mikur, rjedh në këngë ligjërime, vallë në me Dritën mbyllur ti ma mban, brapa perdes tim shikon. Unë e di se ti m'digjon. Natë e ditë për ty mendoj, vetëm ty të ndërroj. Po përse ti ma mundon? Ty e ëndrën në zbeson dhe kitarën që dëgjon. Po përse ti ma mundon? Sy qka do, qka t'pus, qka t'faj, qka t'lër, do t'i fut dhe një shankën që ma ke në gush. Qka do, qka t'pus, qka t'faj, qka t'lër, do t'i fut dhe një shankën që ma ke në gush. Se kuptoj që po ndodh me ty, nuk e di qfar po t'mundon. Zemrën time po e deshe, merr ma mua, merr mi sytë të shikosh, merr ma zemrën ta lexosh. Jo, mos thuaj se s'të dua. E ja din mos më mundosh, shpirtin mos ma përvelo, serenadën po t'këndoj moj vajza ime. Sy qka do, qka t'pus, qka t'faj, qka t'lër, mi të t'i fut dhe një shankën që ma ke në gush. Sy qka do, qka t'pus, qka t'faj, qka t'lër, mi të t'i fut dhe një shankën që ma ke në gush.
jetën ty të ndërroj. Po përse ti më mundon? Ty e ëndrën e s'beson dhe kitarën që më dëgjon. Po përse ti më mundon? Sy qka do, qka du, qka t'faq, qka t'sërbi të t'i pu dhe një shankën që ma ke në gush. Sy qka do, qka du, qka t'faq, qka t'sërbi të t'i pu dhe një shankën që ma ke në gush. Faleminderit pedagogu tim. E dini që kam pasur pedagog Astriotushën? Edhe ka qenë një pedagog shumë i mirë. Më thanë që këtu në publik është deputeti i Kuvendit të Shqipërisë, zoti Semir Koreshi. Tani unë do t'jap një mikrofon se më kanë thënë që ti vetëm kritikon. Edhe unë dua të dëgjoj tani çfarë ke për të thënë për Miss Lushnjën. Mirëmbrëma të gjithëve. Tani, ke kap në një moment që cilë vetëm sot nuk kritikoj dot. Shumë na intereson dhe neve. Unë do t'i them vetëm një përshëndetje për Luan Manahasën që i dhuron këtij qyteti një spektakël kaq të bukur se ky qytet i ka me vërtet nevojë. Faleminderit shumë. Do më falni, po më duhet të falenderoj edhe një herë sponsorët, sepse pa mbështetjen e tyre ky spektakël nuk do të realizohej. Kështu që ju lutem, më ndihmoni me një duar trokitje. Bashkinë Lushnjë edhe një herë, dhe faleminderit edhe për kujdesin e veçantë të kryetares së bashkisë zonjës Sefa, Argjendari Vasili Billa, Ardenica Restorant, BBQ Art, Ui Kondi, Villa Metçela, Trinity Bar Karaoke, Autoshkolla Sinani, Teknofon.al dhe Luna Park. Faleminderit shumë. In the land of the north, where the wind blows cold, there's the blood of a Viking in the young and the old. In the land of the north, where the wind blows cold, there's the blood of a Viking in the young and the old. Out on distant shores, making echoes in time. We'll be here forever, we never die. Ships on vigor of the waves of scamming, barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Oh, the echoes of eternity. Oh, Valhalla calling me. Who wants to be king? Raise the sails, the night is gone. We are the sailors of the dawn. Raise the sails, the light has come. We are the sailors of the dawn. I walk alone, no pack, no chain. I don't beg, I don't bow, I don't break. Cross me once, and you'll never rise again. Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! To victory! They rise again through the storms, through the pains.
Një duar trokitje më të fort për balerinat e Future Steps Academy nën koreografin e Denis Blacerit, I cili ka punuar edhe me ecjen skenike të vajzave. Na solli një atmosferë krejt ndryshe, sepse jemi në momentin finale dhe duhet ndezur pak atmosfera. Është një moment shumë I rrallë në jetën e njeriu që është martesa. Tani jo për të gjithë, se ka plot që martohen 2, 3, 4, por për shumicën e njerëzve një herë. Dhe në këto momente vajzat do të vinë me atë frikën e të panjohurës, me emocionin e momentit final, por edhe me nurin e rinis, të veshura me të bardha, nga Geraldina Spoza, në sfilatën e tyre të fundit. Kështu që le t'i presim me një duar trokitje të fortë. You've probably been crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you. They're a mirror. To my heart, oh my heart. If I stand all alone, will the shadow hide the color of my heart? Blue for the tears, black for the night's fears, the stars in the sky
Warm smell of colitas rising up through the air. Up ahead in the distance, I saw a shimmering light. My head grew heavy and my sight grew dim. I had to stop for the night. There she stood in the doorway. I heard the mission bell, and I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. Then she lit up a candle and she showed me the way. There were voices down the corridor. I thought I heard them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely face. Plenty of room at the Hotel California. Any time of year, you can find it here. Her mind is Tiffany twisted. She got the Mercedes Benz. She got a lot of pretty, pretty boys she calls friends. How they dance in the courtyard, sweet summer sweat. Some dance to remember, some dance to forget. So I called up the captain, please bring me my wine. He said we haven't had that spirit here since 1969. And still those voices are calling from far away. Wake you up in the middle of the night just to hear them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely face. They're living it up at the Hotel California. What a nice surprise, what a nice surprise. Bring your mirrors on the ceiling, the pink champagne on ice. And she said, we are all just prisoners here of our own device. In the master's chambers, they gathered for the feast. They stab it with their steely knives, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, said the night man, we are programmed to receive. You can check out anytime you like, but you can never leave.
të mrekullueshme vajzat tona në fustanet e nusëris nga Geraldina Spoza. Tani unë duhet i bie pak si Magellani, sepse me këto fustane dhe me emocionin që kanë ato në to momente, nuk lëvizin dot. Kemi mbërritur në një moment shumë kulmor të këtij spektakli të bukurisë Miss Lushnja 2026. Por përpara se të shkojmë te çmimet madhore, kemi edhe një çmim tjetër shumë të rëndësishme, që është çmimi Geraldina Spoza. Armand Peza, CEO i Geraldina Spozës, e kishte të pamundur që ishte i pranishëm, megjithatë ai ka zgjedhur vajzën që do t'i japi çmimin dhe unë do të kem kënaqësinë që t'i vë fashën dhe t'i dhuroj tufën me lule. Dhe vajza që fiton pikërisht çmimin Geraldina Spoza është numri 10, Sarandrika. Urime, kemi një vajzë që do të flasë. Shumë faleminderit të gjithëve. Emocion. Sfilatën tënde e dashur ke fituar një çmim shumë të rëndësishëm. E dim që Geraldina Spoza është lider në këtë treg. Urime. Ndërkohë, përpara se të shkojmë përsëri tek çmimet, unë dua të falenderoj Argjendari Vasili, që ka punuar me shumë finesë kurorën që do të mbajë Mbretëresha e Bukurisë së qytetit të Lushnjës për vitin 2026. Dhe gjithashtu do të dërgoj një falënderim edhe për autoshkollën Sinani, e cila do të dhuroj për misin dhe shoqëruesen e parë kurse falas për marrjen e lejes së drejtimit. Dua të falenderoj edhe dyqanin Oazi i Gjelbër për tufat me lule shumë të bukura që ka përgatitur për vajzat tona. Ndërkohë, Miss Lushnja 2026 dhe shoqëruesja e parë Miss Lushnjës do të jenë pjesëmarrëse në Miss Univers Albania, që zhvillohet së shpejti në qershor, edhe shpresojmë do të kryqëzojmë gishtat që të na përfaqësojnë sa më denjësisht. Dhe le të mbrim ta i momenti kur zemra plas nga vendi. Kam të sigurt vajzat kanë shumë emocion, familjarët e tyre po ashtu, ju jeni shumë kurioz se kush do të fitoj, po do ta nisim nga shoqëruesja e dytë. Dhe un kam kënaqësi të ftoj zotin Eduard Deda në sken, producentin e Miss Univers Albania dhe Kosovo. Përshëndetje. Përshëndetje gjithëve, suksese vajza. Mjaft bukur, një performancë e jashtëzakonshme. Tani unë s'kam zarfi. Apo do e sillni ju? Atëherë, fituesja e Miss Lushnjës merret automatikisht të drejtën të bëhet pjesë e finales në datën 6 qershor, e cila do mbahet në pallatin e lorave me dorë Peti Borova. Dhe janë 20 konkurrentët që janë përzgjedhur dhe sot do i bashkohet dhe Miss Lushnja. Por, bashkë me Tenin kemi menduar. Teni ka numrin e vajzës që do përzgjedhim 2 vajza, e cila do të bëhet pjesë e këtij kompeticioni në 6 qershor. Dhe bashkë me Teni kemi menduar që t'japim mundësinë dhe një konkurrente tjetër që të jetë në Miss Univers Albania këtë vit. Mirëmbrëma të gjithëve, jam shumë i lumtur që ndodhem këtu sonte. Dua të falenderoj shumë organizatorët dhe i komplimentoj për një event kaq të bukur. Ju uroj shumë suksese gjitha vajzave. Tani faktikisht un po i shikoja konkurrentët dhe me kolegët e tjerë dhe mendoj se duhet marrim 3. Po merrin të gjitha ajo. Konkurrentja e parë që bëhet pjesë e Miss Universe Albania dhe Kosova, e cila do marret me datë 6 qershor, është vajza me numrin 3, Alesia Arabi. Alesia, Urime. Miss Universe Albania 2026. Shumë suksese e dashur. Okej. Përpafshim Eduard. Konkurrentja tjetër që bëhet pjesë e Miss Universe Albania dhe Kosova është vajza me numrin 6, Liona Vam. Dhe suksese, Liona. Miss Inteligenca jon do t'jetë edhe pjesëmarrëse në Miss Universe Albania. Shumë suksese. Sa vajza të bukura nga Lushnja. Faktikisht ishte e vështirë, them drejt. E vështirë se ka shumë vajza të bukura.
Kemi dhe një tjetër. Dhe një konkurrente tjetër e fundit, vajza me numrin 14, Ajana, Ajla, po, Amoniku. Ajla Amoniku. Një tjetër konkurrente nga lushja në Miss Universe Albania 2026. Goca do na nderoni, ë? Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Shumë suksese të gjithë. Faleminderit, më jepni. Se nuk ju a lë më ju në dorë, do t'i lexoj vet. Mbuloj. Kam më. Se na I pam vajzat. Atëre, shoqëruesen e dytë do ta japi pikërisht Eduardi. Tani I keni shënuar 1, 2, 3. Ja, mos nga tata. Okej. Shoqëruesja e dytë është numri 12. Daniela Kurti. Urime Daniela, pak muzik DJ, hajde. Shoqëruesja e dytë e Miss Lushnja 2026. Sfilata. Faleminderit shumë Eduard. Momenti do të shkojmë Miss Lushnja të sjellë kurorë. Jo. Kemi mbritur të shoqëruesja e parë dhe unë do të ftoj kryetarin e bashkisë zonjën Erzelda Selfa. Përshëndetje, mirë se erdhe. Mirëmbrëma të gjithëve, është shumë kënaqësi që këtë spektakël po vazhdojmë çdo vit ta realizojmë, sepse Lushnja ka shumë gjëra për t'u krenuar, ka për kongresin, ka për të madhen Vaçezela, për të bukurën Margarita Xhepo, po patjetër që ka edhe për t'u krenuar dhe me këto vajza bukuroshe dhe patjetër që ne duam të promovojmë bukurinë lushnjare. Bashkia Lushnje ka vazhduar të mbështes çdo aktivitet kulturor, por patjetër që do të mbështesi dhe të gjithë aktivitetet të cilat promovojnë Lushnjën tonë të bukur dhe unë sonte kam kënaqësinë që sepse dhe unë kam emocione, që të vendos shiritin shoqëruese së parë, e cila Juria në fakt nuk e kishte shumë të lehtë, sepse çdo vit ne kemi vajza akoma më të bukura dhe Juria ka vendosur numrin 6. Liona Dhami është shoqëruesja e parë e Miss Lushnja 2026 dhe kurorëzohet pikërisht nga kryetarja e bashkisë Lushnje. Urime dashur, Miss Inteligjenca është dhe shoqëruesja e parë e Miss Lushnja 2026. Faleminderit shumë kryetare. Dhe tani është momenti që të ftoj kryetarin e jurisë, zotin Filip Çakuli, por edhe mbretëreshën në fuqi të Lushnjës, zënjushën Alisa Zeneli. Flas Alisa, se unë do flas për Misin. Alisa foli, kështu që nuk e di se çfarë duhet të thot më shumë, por çfarë do të them unë? Çfarë të duash thua Filip? Misin. Jo, Misin do ta shpall unë. Ja, mos e shpall ti po. Shpall Juria. S'ke që bën zoti Koreshi shumica ka vendosur se shumica gjithmonë. Jo se e the me sytë e tu se çfarë ndodh? Jo se shumica gjithmonë ka të drejtë. Historikisht ka dhe pakica ka të drejtë, por shumica e juris vendosi. Tani nga e bata. Ta shpallem. Po mbajen çikë, mos e shpall direkt se këtu e kam marrë. Se ju antarët e juris dilni thoni numrin as emocion, as një gjë. Emocione kemi. Unë në fakt s'kam shumë emocione, po të gjithë kanë emocione dhe mos e thuaj direkt. Lëri të dridhem pak, të fushoj zemra nga emocione. Prit se na e lexuan, hë? Po mirë, po e lexoj. Miss Lushnja për si vjet, shpallet Ajla Amoniku, numër 14. Ajla Amoniku, Miss Lushnja 2026. Urime edhe latë e më latë. Do me si mis.
Fashën, ju lutem, zotit Çakuli, për të vendosur misit ton të sapo kurorzuar. Bravo, Ajla, i thënë unë, bravo. Tufën e tulep. Ja dhe kurora që vendoset nga Alisa, Miss Lushnja 2025 në kokën e Ajla Moniku. Miss Lushnja 2026. Është momenti yt, Ajla. Shumë urime. E të mbash me krenari këtë kuror. Dhe të shoqëruese të bashkohen me pregdreshën e tyre. Dua të falenderoj shokjen time. Hajde dalim këtu në cep se nuk shihemi atë. E cila e drejtoi spektaklin shumë mirë. Dua të falenderoj dhe unë në emër të juris Luanin dhe Valbonën. Dua të falenderoj kryetarin e Bashkisë së Lushnjës që ndihmon në këto aktivitete dhe gjithë lushnjarët që marrin pjesë. Natën e mirë, faleminderit. Faleminderit shumë Filip, faleminderit dhe ju që ishit me ne. Urime dhe vajzave dhe shumë suksese në vazhdim. Mirupafshim vitin që vjen. Yes.